kur don Allahu Azza wa Jall me të zu, ma e men që nuk merr leje prej kërkojna. As ty vet nuk dvet, hiq. Të zën Allahu Azza wa Jall, edhe të bjen në xhami edhe të ban shembull për musliman kur don Allahu Azza wa Jall me të zu. Thot Allahu Azza wa Jall: "En yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Ata që don Allahu Azza wa Jall me uzu, ja zgjeron gjoksin për islam. Sikur e ke pa kur të mushet mushkëria me oksigjen qysh nihesh rahat, e kur s'ka mushtohet, kështu Allahu Azza wa Jall e zgjeron gjoksin tan për islam, e nuk të merr leje heq ty. Kështu që lutë Allahu Azza wa Jall me të zu, edhe pse ti nuk e don uzimin. Na nuk e dojna uzimin e musliman, na e dojna haramin, na e dojna tradhtin, na e dojna padrejtsin, na e dojna demelin, na e dojna shikimin haram, nuk e dojna shikimin librin e Allahut Azza wa Jall. Kështu që ti lutë Allahun Azza wa Jall, thuaj Allahut Azza wa Jall: Allahumma, unë nuk e du uzimin. Edhe pse munohna me dasht uzimin, nuk e du hak. Sa meriton uzimi më dasht uzimi. Kështu që e lutë Allahun Azza wa Jall për rahmetit tina me të zu. Me të zu Allahu Azza wa Jall, me të përdor ty në dinën e Allahut Azza wa Jall. E vish njëherë me na mundsu Allahu Azza wa Jall, vish njëherë njet me na përdor Allahu Azza wa Jall njetën tonë njëherë për dinën e tina, mysh dhe për neve, vish njëherë njetën tonë me na përdor Allahu Azza wa Jall me thanë një fjalë me një ven, me ba një veprim me një ven, një veprim që është shembull për musliman, edhe lën mbresat e muslimant, një fjalë, një veprim, një pusqeshje me një ven, që lën shembull të mirë të muslimant. Vish një herë me të përdor Allahu Azza wa Jall për hajër, është mysh dhe për ty e për secilin prej muslimanëve. Kështu që lutë Allahun Azza wa Jall me të zu Allahu Azza wa Jall për rahmetit tina.